Në bazë të parashikimit për situatën hidrometeorologjike detare të përkeqësuar brenda dhe jashtë gjirit të Vlorës, gjatë datave 28 deri në 29 i pari 2026, duke filluar nga ora 6, datë 28 i pari 2026, në drejtimin jug-juglindje, në forcën deri 6 deri në 7 BFT me shpejtësi ere deri në 15-25 metër për sekond dhe lartësi dallge nga 1.50 deri në 2.50 metra, ju bëjmë me dije se Kapiteneria e Portit Vlorë ka ndaluar pajisjen me leje nisje të mjeteve të vogla lundruese dhe ato të peshkimit, të cilat duan të operojnë brenda gjirit të Vlorës dhe në det të hapur, duke filluar nga ora 6, datë 28 i pari 2026 deri në datën 29 i pari 2026 në orën 6, me qëllim parandalimin e çdo situate të papritur për shkak të kushteve atmosferike. Kërkojmë bashkëpunimin e të gjithë subjekteve dhe institucioneve që ushtrojnë veprimtari në fushën e detarisë për të marrë të gjitha masat e nevojshme për sigurimin e mjeteve në port dhe rritje të gatishmërisë së ekuipazhit në mjete lundruese. Anijet e transportit ndërkombëtar detar do të vazhdojnë të operojnë normalisht sipas destinacioneve përkatëse. Përmirësimi i situatës hidrometeorologjike të përkeqësuar të parashikuar për mjetet e vogla lundruese dhe ato të peshkimit do të jetë mbas orës 6 të datës 29 i pari 2026.